Departamenti i Arteve në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin Luigjë Gurakuqi ka hyrë tashmë në një fazë të konsoliduar sa i përket numrit të studentëve dhe programeve që ofron pedagogji muzikore dhe pikturë grafik në bachelor dhe master profesional në mësuesi artit pamor. Përgjegjësi i departamentit Dr. Rubin Mandia thotë se nevojat kryesore janë në investime, kryesisht në pajisjet teknologjike për t'u përgjigjur sfidave që kanë këto programe studimi. Departamenti i Arteve ofron dy programe studimi bachelor dhe master, respektivisht në fushën e arteve pamore, pikturë grafike dhe në fushën e muzikës për pedagogjinë muzikore, cilat secili prej këtyre pastaj ka dhe masterin përkatës. Shifrat e studentëve janë në vlera të konsolidume tek rreth 10-15 aplikant për çdo vit. Fillimi besoj ka hyrë tashmë në rrjedhën normale zhvillimi i vitit akademik. Sigurisht metet punë për të bërë në investimin pikërisht kësaj që po flasim në pajisjeve teknologjike për zhvillimin dhe fuqizimin e landëve digjitale në arte, sepse kjo është një fushë e cila është realisht e kohës dhe është i qartë trendi që do ketë një përhapje, një avancim të vazhdueshëm në vitet në vijim. Ndryshe nga degët e tjera të studimit tek artet, lufta nuk është tek masiviteti, por cilësia e studentëve. Kena rreth 15 studenta në programet bachelor për secilin program studimi dhe rreth 6-7 studenta në programet master për secilin program studimi. Shifra, siç e thash, është në një stabilitet me vitet e tjera. Luhatjet janë të papërfillshme. Nuk besoj se ka vend për të pas masivitet në arte, asnjëherë nuk ka pas masivitet, nuk ka kuptim të ketë më tepër. E rëndësishme për ne është cilësia e studentave që vinë, e cila është në nivele të kënaqshme, dhe pastaj metet për të pa puna që do bëhet gjatë viteve tyne të shkollimit, edhe sidomos cilësia e diplomimit tyne. Kjo është objektivi jonë kryesor, prekupacioni jonë kryesor. Aktualisht në këtë departament janë afro 40 studentë që ndjekin studimet në 2 cikle, bachelor dhe master.